Horoskopi ditor e diel 5 tetor 2025. Dashi, ditë mjaft pasionante kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të dashuroheni pa dorashka me partnerin tuaj dhe e ardhmja do të jetë e begat. Beqarët do të përballen me surpriza të njëpasnjëshme të cilat do t'u ashtojnë dëshirën për të punuar. Në planin financiar do të merrni masa strikte që të ndryshoni sa më parë situatën. Me pak ngulje do t'ja dilni mban. Demi. Ditë shumë e zakonshme kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do i merrni gjërat si t'ju vinë dhe nuk do të mërziteni as pak. Beqarët do të kërkojnë pafund princin e tyre të kaltër, por nuk do t'ja dalin dot ta gjejnë atë. Duhet ende kohë që gjithçka të ndryshojë për ju. Financa do të kenë përmirësime të njëpasnjëshme dhe do t'ju duket sikur jeni vërtet në ëndër. Binjakët. Ditë jo shumë e favorshme për jetën sentimentale të çifteve. Nuk do të ndiheni mirë pranë partnerit dhe nga momenti në moment mund të lindin mosmarrveshje. Beqarët duhet të mos gënjejnë asnjë person. Përkundrazi duhet të tregohen sa më të sinqert. Gjithçka mund të jetë ndryshe për ta. Në planin financiar duhet të shtrëngoni pak ripin që të mos keni vështirësi. Gaforja. Do të keni nevojë për ndryshime gjatë kësaj dite juve që jeni në një lidhje dhe për këtë duhet të flisni hapur me partnerin. Vetëm duke bashkëpunuar me të, gjërat do t'ju ecin siç keni dashur. Kurse si mos bëni sipas mendjes tuaj. Beqarët do të kenë flirtime, por asgjë më tepër. Me financa do i keni punët për mrekulli. Do të shpenzoni aq sa doni dhe do të hiqni para më njanë. Luani. Ditë mjaft harmonike kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni mirë pranë partnerit dhe nuk do të doni të ndaheni asnjë çast. Beqarët duhet i bëjnë syt katër, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit, po i morët gjërat si t'ju vinë. Në planin financiar do të ketë turbullira, prandaj mundohuni t'i kryeni me kujdes shpenzimet. Virgjëresha. Rutina do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës sot në jetën sentimentale të çifteve. Kjo do t'ju mërzit pa mas dhe do t'ju nxjisë të debatoni her pas here. Beqarët do të kenë vetëm disa takime pa të ardhme, asgjë më tepër se kaq. Nuk ka ardhur ende koha për të ndryshuar status. Në planin financiar mos ndërmerrni rreziqe sepse e shihni që gjendja është e trazuar. Peshorja. Do të keni shumë komplekse sot juve që jeni në një lidhje dhe nuk do të kënaqeni as pak me kaq sa ju jep partneri. Mos abuzoni sepse mund të pendoheni shumë shpejt. Beqarët do të mbeten me të njëjtin status sepse dikush u arrëmbeu nga duart personin që kishin kohë që pëlqenin. Në planin financiar do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës ekuilibri. Do të ruani dhe para për të ardhmen. Akrepi. Asnjë planet nuk do të ndikojë sot në jetën tuaj në çift, kështu që çdo gjë do të varet nga mënyra se si ju do të silleni. Vlerësojeni partnerin dhe her pas here tolerojeni atë. Beqarët do të përzgjedhin gjatë gjithë kohës dhe do të mbeten vetëm. Njerëz perfekt nuk ka. Në planin financiar gjykojeni gjërat disa herë përpara se të hidhni hapa, kështu që do të shmangni problemet që keni pasur. Shijetari. Ditë e zakonshme do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Duhet të mendoni të shtoni dozat e imagjinatës në mënyrë që të mos mbizotrojë rutina. Beqarët do të bëjnë mirë të mos nxitohen për asgjë nëse nuk duan të kenë probleme më pas. Le të qëndrojnë vetëm edhe disa ditë. Të ardhurat me shumë gjasa do të përmirësohen. Do të ndiheni mirë. Bricjapi. Tregoni të arsyeshëm dhe të kuptueshëm sot juve që jeni në një lidhje, përndryshe mund të lindin mosmarrveshje të mëdha. Beqarët nuk do të kënaqen me takimet që do të realizojnë dhe do të preferojnë më shumë të qëndrojnë me statusin që kanë. Me menaxhimin e financave do të merreni më seriozisht. Nuk do të kryeni më as shpenzime të egzageruara. Ujori. Ditë mbushur me çaste të lumtura kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ja kaloni për mrekulli pranë partnerit tuaj dhe do të dashuroni pa dorashka. Beqarët do të jenë magnetik dhe do të bëjnë për vete shumë persona. Në planin financiar do të jeni gati të bëni çdo lloj sakrifice në mënyrë që situata të ndryshojë përgjithmonë dhe do t'ja dilni mban me sukses.
peshqit. Do joshni gjatë gjithë kohës partnerin tuaj sot dhe nuk do e lini asnjë çast të mërzitet. Marrëdhënia në çift do të jetë ngrohtë. Vazhdoni në këtë rrugë dhe do të ndiheni të plotësuar. Beqarët do të bien në dashuri me personin e duhur dhe shumë shpejt do e ndryshojnë statusin. Financat nuk do të jenë të qëndrueshme, kështu që kujdes me hapat që do të hidhni.